zgjedhur të flasim së bashku për deviacionin e septumit. Fillimisht do doja ta shpjegonim se çfarë është. Deviacioni i septumit është zhvendosja e perdes së hundës nga vija e mesit. Vetë perdja e hundës ka një funksion shumë të rëndësishëm tek pjesa e funksionit që bën në fakt hunda, që nuk është vetëm një pjesë në fytyrë që bën harmonizimin e tipareve, por ka një funksion shumë të rëndësishëm që është funksioni i frymëmarrjes. Dhe ky septum bën një ndarje në dy pjesë të barabarta të kavitetit të hundës. Nëse nuk do të kishte këtë septum, hunda atëherë do të bënte një qarkullim të parregullt të ajrit, sepse ajri është në kontakt me hundën, është pika e parë e kontaktit të sistemit respirator, futet, lagështohet, ngrohet, pastrohet nga ato grimcat e dëmshme për organizmin dhe pastaj bëhet gati për të zbritur në sistemin e poshtëm respirator. Kështu që ky septum, përveç se asaj ndarjes në mes, ka dhe këtë funksionin tjetër që bën rregullimin e respiracionit, pra rregullimin e të gjithë funksionit që ajri futet në brendësi. Septumi gjithashtu ndikon shumë dhe tek forma e hundës. Pra, tek pjesa e asimetrive të jashtme që mund të ketë, pra, septumi ka një funksion të mbështetjes së hundës. Doktorisha, në lidhje me këtë që ju po thonit, a duket me sy të lirë dikush mund ta kuptoj fare mirë duke e parë veten në pasqyrë, apo edhe ne fare mirë mund të kuptojmë dikë që ka një deviacion të septumit? Nëse deviacioni së mos është i përparë, patjetër është shumë e dukshme. Dikush që del para pasqyrës e kupton që apo kur bën fotografi dhe më vonë shikon fotografi dhe shikon që ka një deviacion. Dhe pjesa e përparme pastaj mund të sjellë dhe simptoma të tjera, të cilat përveç se pamjes së jashtme mund të japin edhe shqetësime gjatë aktivitetit të tyre të përditshëm.